mirë që jeni duke dëgjuar edicionin informativ më të bukur këtu në Radio Travel, me lajmet më të mira nga e gjithë bota. Dhe nëse ka ndodhur që për shumë arsye ju nuk keni pasur mundësi të na dëgjoni live, mund të na ndiqni gjithmonë në kanalin ton të YouTube-it në Premium Channel. Dita e vaktit falas nga Korean House. Në një botë ku gjithçka duket se ecën me nxitim, ndonjëherë mjafton një pjatë e ngrohtë për të ndalur kohën. Këtë po e bën prej vitesh Korean House, një restorant lokal që ka kthyer gatimin në një akt të pastër solidariteti. Aty janë shërbyer mbi 15.000 vakte falas për persona që kishin nevojë për një vakt, por edhe për pak ngrohtësi njerëzore. Nisma quhet Dita e Vaktit Falas dhe çdo të mërkurë të parë të muajit, dyert hapen për të gjithë. Student, persona të pastre, familje që po kalojnë vështirësi ekonomike, kushdo është i mirëpritur, pa dokumente, pa pyetje, pa paraqykime, vetëm eja dhe ulu në tavolinë. Nuk je vetëm udhëtimi i dëgjimit që bashkon zemrat në Kanada. Një ish-punonjës social 71 vjeç nga Kanadaja po e shijon pensionin në një mënyrë shumë të ngjashme me mënyrën se si e ka shijuar edhe karrierën e tij të gjatë, duke dëgjuar njerëzit. Paul Jenkinson ndodhet në një tur në për të gjithë Kanadan, ku ai shfaqet, ulet dhe dëgjon, kudo dhe për çdo gjë. Paul ka udhëtuar në për 6 provinca duke zhvilluar mbi 600 biseda me njerëz të gjitha moshave. Disa janë takime të shkurtra, disa të gjata dhe të thella. Ai tregon se ndonjëherë gjesti më i thjeshtë të ulesh, të japësh vëmendje dhe të tregosh kujdes, mund të ndryshojë ditën e dikujt dhe të krijojë një lidhje të fortë njerëzore. Pasioni nuk njeh mosh, 92 vjeçare, kampionja më e vjetër e Taken 8. Një 92 vjeçare nga Japonia ka fituar turneun Taken 8 për të moshuar. Ngjarja ndodhi në një turne të mrekullueshëm që zhvillohet 2 herë në vit për të nxitur të moshuarit të mbajnë mendjen aktive dhe të lidhen me të tjerët. Pjesëmarrësit ishin nga 73 deri në 95 vjeç dhe Hisako, duke përdorur personazhin Claudio Serafino, arriti të mposhtë me stil të gjithë konkurrentët, duke përfshirë kampionin e vitit të kaluar dhe një 74 vjeçar fantastik. Kjo është një histori për pasionin, për kushtimin dhe fakti se mosha nuk është kur pengesë për të bërë diçka që ju bën të lumtur. Dron pastrues sulmojnë Everestin. Në sezonin e ngjitjeve 2026, dronët me ngarkesë të madhe po ndryshojnë pastrimin e malit Everest. Tani ka edhe super dron që pastrojnë malin. Ata kanë marrë mbi 1.5 ton mbeturina nga zonat e larta ku më parë njerëzit duhet të rrezikonin jetën për të mbledhur mbeturinat. Dronët përfundojnë rrugën nga Base Camp tek Camp 1 në vetëm 12 minuta. Transportojnë deri në 15 kg mbeturina dhe reduktojnë deri 80% nevojën për kalime të rrezikshme të njerëzve. Autoritetet nepaleze e kanë bërë përdorimin e tyre të detyrueshëm për ekipet ekspedicionare dhe të ardhurat nga lejet po shkojnë për stacione të tjera dronësh. Koala Peri bëhet pasagjer VIP në autobus. Një koala e quajtur Peri bëri bujë në Australi pasi një shofer autobusi të City Glider shpëtoi jetën e saj nga trafiku i rrezikshëm. Koala po shmangte makinat në rrugë të lagjes Camp Hill dhe ngjiti një shtyllë metalike për të shpëtuar makinave. Nuk ka dyshim që Peri u bë dhe udhëtari më cool i ditës. Pasi një kontrolli të plot shëndetësor në spitalin e kafshëve të Egra, Peri u lirua më pak se 24 orë më vonë në Seven Hills Bushland Reserve, ku mund të vazhdojë të jetojë jetën e saj të qetë, por me një histori epike për të treguar. Dhe me këtë lajm ne kemi arritur në fund edhe për ditën e sotme, por ne do të dëgjohemi sërish nesër vetëm në Radio Travel në 104.6 FM.